Ka një maj më? Ha? S'ka një maj. Pse s'ka një Po maj? s'ka se mbaroj komplet. Ç'a mbaroi? Mbaroj sistemi e vërë, për lëra dhe mbaroj sistemi e një maj. Sistemi kapitalist është. Jemi ke sistemi tjetër. Si janë për shembull punëtorët a Nuk kemi sindikata, pik mbaroj. Përshëndetje të dashurat e mia, si jeni? Qa bët ju? Mirë, sot çfarë ju kujton dita 1 maj? Çfarë na kujton dita 1 maj ne? Çfarë na kujton? Për çfarë? Ha? Ato para kaligje na vritin këpucë, bëshin këpucë të reja, e na bëshin këpucë të gjithë gjak, që dilshim ke në veri. Çfarë vjen tjetër? Po sot festohet apo manifestohet kjo ditë? Po do të mos as atëherë se kam pas festu, se e ditë radhë rrishon, kur supletoj të rjeshti, atëherë na futsin ne ishim çik si Rezerva. Ja, i çik më hatër. Jo i çik me hatër, ishim ashtu pra i çik. Me njoll. Kur supletoj të rjeshti, rrishim fund fare. Hajde ti. Po të drejtat e punëtorëve sot si janë? Pyet ato që punojnë, unë s'punoj. Unë jam me pensionista. Po dita e punëtorëve, sa do dita e punëtorëve, na jem për Kosovë, na dalën me vizitu pak. Në Kosovë festohet apo manifestohet data 1 maj? Po zakonisht nuk punohet dita në maj, nuk punohet. Dikush e feston me familje, del dikon, dikush grupur, grup njerëzish dalin, si na për shembull kena orë për Kosovë në Shqipëri. Çfarë është? Dita e punëtorëve. Po mirë, festohet sot apo manifestohet? Janë të dyja. Të dyja. Edhe festohet, edhe manifestohet. Shumë bukur. Tani, Po jo si në atë kohë që ka qenë dikur, po një pozicion tjetër. Si jeni? Çfarë ju kujton dita e sotme? Data 1 maj. Ti? Mua. Çfarë jam unë? Ti e 1 maj? Data 1 maj. Data 1 maj është dita e punëtorëve. Po, si është festuar ose manifestuar atëherë dhe si bëhet sot? Është gjithmonë manifestu duke të folur për të drejtat e punëtorit. Ankimet që bën punëtorin ndaj shtetësve. Sot kemi të drejta punëtori, kemi... Këtu absolutisht jo, sepse derisa gjithë punëtorët punojnë, as shteti si ndjek, as njeri, sindikatat nuk ndigjohen, qoftë se janë sindikatat si mund t'i kërkojnë të drejtat për punëtorët. Kuptoj. Edhe me mediat informative nuk është se rrafin ngoshtën të kjo. Edhe kupton, nuk ka drejta punëtori këtu. Mirë, tani t'ju uroj gëzuar 1 maj apo nuk e festone? Nuk kam koment. Pse nuk e koment? Okej, faleminderit. Okej. Çfarë ju kujton dita, data? Demonstrata që kanë bërë në Amerikë në vitin 1887, mos gaboj. 1882 di unë, po nesër. 87 di unë, për të drejtat e tyre punëtorët. Do me në të Fordit të generik motor, më duhet që ishin këto të mekanikës, e unë ngritën për drejtat e tyre. Drejtat e tyre ishin rritja e pagës, orari punës dhe të drejtat të tjera që... Jetike. Pse sot festohet dhe nuk manifestohet? Nuk manifestohet. E kemi tradit në sistemi kaluar, që realisht, do e në kush është pa punë, të ngrihet. Ata që janë në punë dhe privatu nuk ja realizojnë të drejtat, të ngrihen, të kërkojnë drejtat e tyre. Dhe pse nuk ngrihen? Ata e din ata. 1 maj ka qenë festë punëtorëve. Pse ka qenë? Nuk është më? Ja, nuk është. Po unë e mbaj mend në skrapar që ishte gjithë këtu e kaq vite. Çfarë është 1 maj? Dita e punëtorëve. Po, si festohet dita e punëtorëve në vendin tonë? Duke punuar. Duke punuar? Normal. Po sot është ditë pushimi për administratat, për administratën po jo për neve. Ju që punoni në privat, mirë, dakor. Si gjë. Sa? Sa kështu? Kërkoje, se ti e ma me shkollë, kërkoje, edhe gjenë e ti. Pse nuk funksionon, kodi punës, dita e punëtorëve se kanë qenë ba greve, demonstrata, edhe janë vendos festa e 1 maj. Pse nuk qohen vetë punëtorë të kërkojnë të drejtat e tyre? Kush janë ato punëtorë? Punëtorë të thjeshtë, si puna juaj, si puna ime. Si puna ti këtu? Ja, ma e me një fjalë tjetër. Në qoftë tha, kriministri i Shqipërisë, tha në qoftë se nuk shko vota atje ku duhet, keni për të marrë në trokun.
e në kaq. Në të rrokun. Po më qoftë se shko vota aty ku duhet? Ato i di vetaj. Për një maj. Një maj, dita e punëtorëve janë, edhe ne kemi dalë të takojmë me shoqe. Tani muhabeti është ju jeni thinjur sa keni punuar. Unë kam punuar 37 vjetë Çfarë puna? në administrat. Wow, goxha punë buk. Erdhi një shoqe. Erdhi një E po shoqe. ja, jemi shoqet e punës, do takojmë sot. Sa bukur për një maj. Po, për një maj, edhe pse kemi shumë vite që kemi dalë në pension, unë kam shumë vite që kam dalë në pension. Një maj. Një maj në Shqipëri është ditë feste e quajnë këta, por është protesta punëtorëve. Dhe pranej këtu ka marrë fund gjithçka. Pse ka marrë fund gjithçka? Sepse këtu çdo gjë është e dërtuar nga krimi dhe askush nuk merr përgjegjësi. Kjo është e vërteta. Përgjegjësi s'ka asnjëri. E shikon se ç'noll, vjedhje, krime, ja kulla, shiko. Majtas, djathtas, ja ç'noll. Kush ma përgjegjësi, askush. Kjo është e vërtet. Shiko, a zbatot ndo pak kodi i punës në vendin ton, ashtu siç u ka pas protestuar diku në vitin 1880? Nuk ekziston kod pune këtu, s'ka ekziston. Po je i lidhur me krimin, po vodhe, je në ke status pune. Je meriton gjithçka. Po je hajdut, shkon minister. Këtu, kjo ka ndodhur. Më thuaj mu sa kryetar bashkisë, sa deputet janë të arrestuar sot dhe thot përgjegjësia personale. Pse nuk merr përgjegjësi kryeministri si emëron ata njerëz? Nga i vinë ata? Nga haleluja? Kjo qëndron e vërteta në Shqipëri. Një maj në vendin ton. Kush ka buke mishe feston? Kush s'ka? Shumica kanë apo nuk kanë? Po kanë gjithë. Kanë gjithë. Po. Gjithë mishe verë kanë? Të gjithë kanë me harapi shokoja. Me në vërhoqën e kanë festu bullë, që se banë me në kohën. Je i ri. Prodhimit 87-ës, jo, po? Jo, po unë e muaj mbëm që që gjashta. Normal. E kanë festu special, dita punëtore në klasë. Çfarë është dita një majit? Shti qëfare? Çfarë është? Dita punëtore, pra? Dita punëtore. Po, ndo pak nga historia Zanafilla, e dini pse? Unë nuk merrem hiç me të punë. Ja ku i kjeti me flamuj. Tjetra, tani, a zbatohet ndo pak kodi i punës në vendin ton sipas manifestimit që është bërë në 1800? Nuk duhen me punu shqiptarët, është jashtë, duhen para shumë. Ka punë Po bollë. pse, keq është me pas shumë tani? Po duhen shumë para tu. S'ka, u pa beton. Kush do pak lek, punon këtu. Po. Kush do shumë, ikën atje. Shumë e kam hanë. La si punë me pak, këtu e tu, ka 100 kile këtu i kana ba, këtu. Për aq kohë sa ju keni punuar, keni pas ulje të pagës? Unë kam 16 vjetë që punoj një punë dhe Nuk ke psuar. jam njës nga 160.000 lek dhe në 380. Do më thënë nuk ke psuar ulje të Ja, pagës? jam në të ngejt ka 10, 15, 10.000, 15.000, 20. Ka ndodhur ndonjëherë që këtu të ketë ndodhur ulje e pagës edhe të dalin të protestojnë si dikur në... Nuk del kush ma, s'ka protesteshe ma. S'ka si qa, s'ka si dekada, s'ka si qa mbët. Tu të në quna 3 studentorë me djek flak. Të gjithë, pa prashim si me përmend një emër. Se unë jam fukara për vete, kam halët e minja, por këtu nuk ka ma si në mandrjetën ose dhe qatë me i djek të gjithë të kokat. Nga i malli, i hapjes, dhe të këto që janë sot. Ti për me një samë një vogën e në këtu, janë 70 vetë që dalin në mytën. Letrë. Po ato pare që bajnë letra me javën të poplit. Sa të janë panorama në rrugës. Çfarë ditë është sot? Dita është një maj, po. Nuk më pa shtim të me këtë kryeministër, mo. Sa? Nuk e shtim të. Festa e punëtorëve ka qenë. Po, si festohet në vendin ton një maj? Si festohet për vizitat, me shku me njëni tjetrit. Për qef. Po për një maj? Po ka i maj, ma. Po s'ka, po asnjë, pse dalë shkot. Janë gjithë pa punë? Pa punë. Po pse pa punë? Kush pa rrej me gjithë, kush do me qenë. Po me ju gjeni ka i gosë për të rregullohen, stabilizoj vetën tate, mos e me ta punë. Se erdhi mojo sot? Erdhi. Dremur. Atëherë, një maj çfarë ka qenë, çfarë është? Edhe që do të bëhet. Që do të bëhet? Po. Fest, protest. Si janë të drejtat e punëtorëve në vendin ton? Shumica po hikin, Pse po ikin? Pse po ikin? hynë edhe kjo që sa pyetja juaj këtu.
po të kenë paga, mirëqenie, tjera, ku edhe kushtet mira punë edhe trajtim nuk hikin. Kosova. Nga Kosova. Kosova e feston 1 maj apo jo? Herë. Pse herë? Po më vorë tash, kanë dalë edhe shumë jashtë, janë ikë. Përpara ka qenë festat më të bujshme. E kuptoj, çfarë është 1 maj? 1 maj dita e punës, e punëtorit. Po mirë, dakord, pak fare, po shumë pak histori për 1 majin, domethënë si lindi, pse u krijua, pse festohet. Nuk e di saktësisht, duket peja. Nuk e di për çfarë. Kanë dalë punëtorët në protestë për të drejtat e punës. Normal është protestë për drejtat e punëtorëve.